Punonjësit e administratës, duke nisur nga ato të nivelit qendror apo vendor, do të kenë rritje të pagave. Ky vendimi i qeverisë u njoftua nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili bëri me dijet dhe përfitimet për çdo kategori, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lek të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Rritje do të ketë dhe për bluzat e bardha, duke nisur nga infermierët e deri tek mjekët specialist. Nga 131.700 lek në 143.500 lek të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lek në 186.000 lek të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lek në 92.500 lek në muaj. E njëjta skem do të përdoret dhe për punonjësit e policisë. Për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lek të reja në 84.500 lek të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lek të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lek të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe për drejtuesit e thjesht nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lek të reja. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama njoftoi dhe rritjen e pensioneve të detajuar në buxhetin e vitit 2026.